Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Autoritetet serbe marrin këtë vendim pasi lojtarët e Shqipërisë shkatruan dhomën e zhveshjes. Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka ka zbuluar se festimet e kombëtares në dhomën e zhveshjes pas fitores ndaj Serbisë kanë shkaktuar dëme për të cilat autoritetet serbe kanë dërguar faturën e dëmshpërblimit. Fitoria historike 0-1 kundër Serbisë ka ngjallur entuziazëm të papërmbajtur te skuadra kuqezi. I ftuar në emision, Duka tregoi se festimet kanë kaluar çdo pritshmëri, duke shkaktuar edhe dëme materiale. I pyetur nga moderatori Blendi Fevziu nëse dëmtuan tavanin dhe disa objekte në dhomat e zhveshjes, Duka u shpreh: "Ata të stadiumit na kanë çuar një letër me gjitha dëmet që kemi bërë. Është edhe sigurisht dëmi i tavanit." Duke konfirmuar dëmet, Duka garantoi gatishmërinë e FSHF-s për të paguar faturën. "Na kanë çuar faturë, na i kanë evidentuar dhe padyshim që jemi të gatshëm t'i paguajmë." Gjatë intervistës, Duka tregoi gjithashtu emocionet e trajnerit Silvinjo pas fitores. Ai tha se u takua në korridor, por trajneri ishte shumë i emocionuar. "Në fakt nuk arrita t'i them asgjë. Silvinjo ishte shumë i emocionuar. U mundova që ta qetësoj dhe le të themi ta përqafoj në një farë mënyre, ta përgëzoj për atë që arritëm, por ishte shumë i emocionuar." Këto detaje tregojnë qartë se fitoria jo vetëm që solli gëzim të madh, por edhe një faturë për dëmet e shkaktuara nga festimet masive.